Vritet me armë zjarri në Tepelen një 37 vjeçar. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Dhëmblan mbrëmjen e dieshme ku viktime e plumbave ka mbetur Altin Llani, 37 vjeç nga Fieri. Policia ka arrestuar në flagrancë autorin Gjergji Hasani, i cili rezultoni afërm i viktimës. Ndryshe nga sa ka deklaruar policia zyrtarisht, burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se ky krim ka ndodhur për shkak të një konflikti për parcelat e kanabisit. Sipas banorëve të zonës, prej më shumë se 2 muajsh 37 vjeçari nga Fieri kishte ardhur të jetonte tek të afërmit e tij dhe mes tyre kishin nisur konfliktet për një parcel në zonat malore të fshatit Dhëmblan. Ndërkohë nga ana e policisë deklarohet se kjo ngjarje ka ardhur për shkak të një konflikti të çastit mes kushërinjve dhe problemeve me depresionin që kishte shfaqur autori. Por ky është rasti i dytë i ripërsëritur brenda një afati të shkurtër kohor në qarkun e Gjirokastrës. Në mesin e muajit korrik në fshatin Topojan të Kolçyrës, një ish banor i fshatit me banim në Durrës vrau me armë zjarri një 28 vjeçar. Edhe në këtë rast policia e Gjirokastrës dha si shkak të vrasjes konfliktin e çastit, ndërkohë që dyshimet në sajt të dëshmive të banorëve të zonës kanë qenë sërish për tokat e mbjella me kanabis. Duket se situata po ripërsëritet edhe pse nuk bëhet prezente nga uniformat blu, por shifrat e azjesimit të rrojnëve të kanabisit në zonën e Tepelenës dhe Përmetit flasin për shtrije të gjerë të këtij fenomeni. Edhe në Vlorë një 20 vjeçar u vra me armë zjarri në fshatin Vranisht. Policia arrestoi Sheref Lelajn dhe shpalli në kërkim 2 djemtë e tij. Burime për News 24 bëjnë me dije se një nga pistat e organit të akuzës ku po hetohet për këtë vrasje është edhe ajo e konfliktit për shkak të parcelave të kanabisit.